Personazhe të fantazisë apo kinematografisë për fëmijë të shfaqur në monumentet e trashëgimisë kulturore të Durrësit. Kështu ishte konceptuar pjesa më e madhe e 50 tablove të punuara nga piktorët e vegjël të Studios Da Vinci, të cilët morën pjesë në ekspozitën e hapur në terracën e Kullës Veneciane fundjavën që lan pas. Me imagjinatën fëminore, voglushët e moshës nga 5 vjeç deri tek adoleshentët 17-18 vjeçar kishin krijuar në telajo një simbiozë interesante mes siteve të trashëgimisë kulturore dhe teknologjisë të ditëve tona. Çdo fëmijë ka marrë sitet arkeologjike të qytetit të Durrësit dhe në ato site ka përfituar për t'i bërë më të dashura ato site për grup moshat e tyre, ka vendosur teknologjinë tek këto site, por me përmasa butaforike. Ka vendosur personazhet më të dashura të filmave vizatimor, ka vendosur personazhet të kinematografisë, gjithashtu dhe ndërtesat gjigande. Për shumë nga fëmijët, piktura mbase nuk do të jetë profesioni që do të ndjekin në të ardhmen, por përfshirja e tyre në botën e artit që në moshë të vogël i brumos ata me dashurinë për të bukurën.